A e din dikush nga ju se sa kilogram mjalt harxhon një koloni në muajin nëntor? Përshëndetje të nderuar bletarë të kanalit tonë Bletaria Shqip. Sot para juve po prezantohemi me kalendarin e bletarit që ka të bëjë me muajin nëntor. Halil, kostumet që kanë vëlla. Hec para se ma trim ti, hec. Pa kostume? Hec pa kostume se ashtu të kanë pohën ato nëse ti shpesh herë del pa kostume. Unë jam afrikasak. Shti kur të venit e një shokme. Atëherë, si që isha duke thonë, kemi ardhur edhe dal nga dal në muajin nëntor të kalendarit të bletarit dhe sot kemi për detyrë që ju shpjegojmë në pika të shkurta e më shumë teori se sa pjesë praktike se çfarë duhet të bëjë një bletar në kopshin e bletarisë për muajin nëntor. Muaji nëntor është muaji i zakonshëm tek bletaria, ashtu siç ishte edhe muaji tetor, nuk ka shumë punë brenda kopshit të bletarisë, janë kontrolla rutinore që duhet të realizohen brenda kopshit të bletarisë dhe jemi pak më të relaksuar edhe në muajin nëntor. Kontrollat rutinore janë si zakonisht shifet për pjell, a ka mis të mjaftueshme, rrugë mis në fakt të mjaftueshme, a ka ushqim të mjaftueshëm. Faktikisht janë kontrolla rutinore që nuk e vështërsojnë punën e bletarit e kopshtit e bletarisë. Në qoftë se ke pajtim diçka më në detaje të shpjegojsh, lirisht mund të shpjegosh. Halil, para se të filloj të flas, unë deshta ti falenderoj 9000 ndjekës që tashmë i kemi në kanal. Ju falenderoj përzemërsisht që na mbështetni në videot tona dhe na jepni motiv për të vazhduar më tutje. Falënderit nga zemra edhe nga unë, kjo është një motiv shtesë që ne realizojmë muaj për muaj epizode për juve, e në kas për juve bletar, fillestar, dhe është një motiv shtesë për neve kur e dim se neve në ndjekin 9000 ndjekës. Ashtë. Po. Kjo është privilegj dhe jemi kanali i parë në gjuhën shqipe që e ka këtë numër, që e ka arritë këtë numër të shikueshmërisë. Faleminderit nga zemra, po të mos ekzistojshë ju, edhe neve sigurisht nuk do të kishme pas për të vazhduar. Shumë e sakt, këto informacione që ne japim, e kemi përsërit në shumë epizode, se janë informacione bazike. Nuk janë informacione që, në më thonë, ti bësh një bletar ekspert. Janë informacione që të udhëzojnë drejt bletarisë. Konkretisht në muajin nëntor që po flasim, do t'i japim disa informacione bazike se çfarë punë ka bletari. Edhe pse dallon zona nga zona. Halili me herët ceki se bën kontrole rutinore, që dënë të thotë se ne më shumë i vëzhgojmë kosheret nga jashtë se sa nga brenda. Varësisht nga zona, prapë ceki, se ka shumë rëndësi kjo. Për shembull në zonën tonë ku jemi në Maqedoninë e Veriut, që kemi informata të gjithë anshme, po ashtu edhe rajoni i Kosovës, thojnë se tashmë bletët i kanë mbyll për dimrim. Rrallë dikush ku janë temperaturat pak më të ngrohta që bën ndonjë hapje tek këto kolonive. Kurse informacione që kemi nga territori i Shqipërisë, vlen të cekët këtu, dhe i falenderoj para gjithë juve mikun ton nga Durrësi, Dervish Bushi, nga Tirana kemi Florian Cela, po ashtu kemi Mentor Dakollin dhe mos të harrojmë edhe Enti Gjoni. Këto janë 4 persona që na kanë dhënë disa informacione bazike se çka po ndodh në Shqipëri. Rajoni i Shqipërisë ka temperaturë më të ngrohtë, ku na kanë thënë se nuk kanë rënë temperaturat edhe gjatë natës më poshtë se 5 gradë. Po. Dhe gjatë ditës kanë shkuar deri në 22 gradë, që i mundson bletave një fluturim të bollshëm, edhe ka nektar, ka prurje, ku e kanë theksuar, domethënë është mareja ose kaçimare, nëse nuk gaboj. Është një bimë. Domethënë ju e njihni në territorin e Shqipërisë, tek ne nuk ekziston kjo, nga ajo sjellin thonë se nektar dhe polen. Po ashtu kemi informuar se në territor bletët kanë dikun 3 deri në 4 korniza me pjell sa pëllëmba e dorës dhe kuptohet tas me rrugëmis të ndryshme varësisht nga fuqia e kolonisë. Kryesisht në muajin nëntor, bletët në territorin tonë përgatiten për drim. Janë të përgatitura veçmas. Por tani ne zakonisht i bëjmë kontrole nga jashtë, duke vëzhguar situatën, duke i mbrojtur nga bora, nga shiu, nga erëdhat e forta,
po ashtu edhe brejtësit që mos të futen në koshere. Në koshere, bre. Në rajonet ku janë temperaturat më të ngrohta, i mundson hapjet e kolonive. Unë të them drejtën, nuk kam vendosur që mos t'i hapi mo deri në trajtimin me acid oksalik, por arsye se i di rezervat ushqimore, i di rrugë me mis dhe besoj që nuk ka nevojë ta prishim atë mikroklimën që është kriju tashmë në koshere. Rastet veçanta ku dishojmë vdekje të kolonias, vdekje të kolonias është ndonjë parregullsi nga jashtë, në atëherë mund të hapin në një temperaturë kur janë 15 gradë Celsius. Në këtë muaj është koha ideale për të bërë takime me bletartë me eksperiencë. Koha për të ulë në dhomë të ngrohtë dhe për ta lishu kanalin Bletaria Shqip për të mësuar diçka të re. Bletarëve fillestar. Po ashtu ndjekja e seminarëve të ndryshëm që realizohen nga shoqata të ndryshme në YouTube, cilët i kanë vëllezërit tonë, cilët japin ligjërata të përjavshme. Kështu që gjitha informacionet që i mirni, domethënë për të pajisur me dituri rreth bletarisë, është mirë të shfrytëzoni këto muaj të futjes së dimrimit. Domethënë muajin nëntor, muajin tetor, muajin nëntor është mirë që ne të pajisim me dituri në lidhje me bletarien. Domethënë janë seminare të ndryshme, janë programe të ndryshme, kështu që është mirë të ndjekni biseda me miqtë tuaj bletar, cilët i keni në rajonin tuaj, në për kafene, në shtëpi, kështu që vetëm që ju sa më shumë të pajiseni me dituri rreth bletarisë dhe të jeni sa më të përgatitur për sezonin e ardhshëm. Shumë saktë, diçka tjetër që mund të bëni në muajin nëntor mund të jetë edhe trajtimi i fundit kundër varrohës. Po. Ato që niko kanë trajtu kolonijet, bile shpesh kemi marrë pyetje në këtë muaj a ban të trajtohen. Në bazë të studimeve që kemi bërë dhe ullumtimeve, po ashtu në konsultim me bletartë me përvojë, ne kanë thonë se lejohet trajtimi i fundit për varrohë, edhe pse ne kemi mbaruar qysh në muajin tetor. Po. Diçka tjetër është mirë ju që i keni bletët kur t'i kontrolloni nga jashtë, në qoftë se, për marrim një shumë konkret, pastaj shoh në kamerë, në qoftë se koshera juaj është e rënduar nga prapa pa pjertas, është mirë që të vendosen disa gur ose copza druri që ta rëndonin nga përpara bletën. Koshera në fakt, për arsye që gjatë të rreshurave të shiut mos futet lagështia mbrena dhe të kulloj në pjesën e pasme, pastaj të na krijoj probleme. Lagështi dhe shumë sëmundje tjera mund të sjellë ajo gjendje. Këta që mund të shohim, dëgjimi nga jashtë, fluturimi i rrallë kur janë temperaturat sot kemi pas fluturime gjatë mira. Pasën fluturime, domethënë është koha pak më e ngrohtë, kur jetë koha pak më e ngrohtë, normal që ata e shfrytëzojnë për ajrosje dhe për ndoshta afër dikun ku ka polen ose për të sjellë në koloninë e vet. Këto janë kontrollet rutinore, në qoftë se dishojmë, normal se ju e keni përcjellë edhe episodin e fillimit të sezonit kur i dëgjojmë me stetoskop se si është gjendja domethënë nga jashtë, me rrahje domethënë të kosherave i dëgjojmë a ka zhurmë apo jo, me veshje afrojmë veshin të koshera. Kështu që mos t'i shqetësojmë bletat nga se janë vetëm të përgatitura ato për të futur në dimrim. Kështu që këto janë kontrollet rutinore, trajtimi me për varrohë, domethënë edhe normal këto zonat të Shqipërisë ato kanë mundësi edhe pak që ti kontrollojnë edhe nga brenda kolonia se si janë gjendja e tyre. Kjo në pika të shkurta është për muajin nëntor. Diçka tjetër që mund të shtojmë, kemi informacione në zonën e Shqipërisë, na thanë se ka edhe mungesë të madhe të ushqimit për shkak se moti është i ngrohtë. Kolonia vazhdon me pjellë mbretëresha dhe kuptohet se harxhon ushqim. Është një muaj, domethënë një kohë shumë e volishme për të kontrolluar edhe rezervat ushqimore dhe njëherë para fuqjes finale në dimrim. Rezervat ushqimore janë shumë me rëndësi. Raste të mëdha kishin humbje edhe nga grerzat. Edhe ne kemi pas, kolonive jo, po sulmet mëdha të grerzave, kurse disa bletarë një nënku se kanë pas edhe humbje të kolonive. Formoni kurthe shumë mira të grerzave të cilën vendosen afër kopshtit, i tërheq dhe i pamundson që të futen brenda në koshere. Disa kurthe janë, domethënë, të përgatitura me langje, me meshë, ku i di çfarë. Mund përgatitet me 200 ml shurup, domethënë kombinim ujë dhe sheqer, dhe të futet një lugë gjelle uthëll molle. Shpon disa vrima dhe pastaj aty futen vetëm se
grezat dhe jo bletat. Diçka tjetër që mund t'japim një kuriozitet, mund ta thojmë, a e din dikush nga ju se sa kilogram mjalt harxhon një koloni në muajin nëntor? Pyetje. A ta lajmë përgjigjen? Që ta bojnë në komente ose ta japim. Unë po preferoj që ta jap. Okej. Në muajin nëntor një koloni harxhon rreth 800 deri në 1.5 kg mjalt, varësisht nga fuqia e kolonisë. Sipas sulumtimeve që i kemi bën, kemi konstatuar se një koloni gjatë muajit nëntor harxhon deri në 50 gram në ditë mjalt, që i bie deri 800 deri 1.5 kg mjalt gjatë muajit nëntor. Komplet kolonia, domethënë. Po, varësisht sa është e fuqishme. Sa është e fuqishme, po. Me rrugë mis. Halil, unë mendoj se në përgjithësi bletari në muajin nëntor nuk ka ndonjë punë shumë të lodhshme në bletari, përveç që ka mundësi diçka tjetër që mos harrojmë është edhe dezinfektimi i veglave. Po, jo, është paqetësueshme. Pastrimi i kosherave, dezinfektimi i veglave, pastrimi i kopshtit në përgjithësi të sendeve që kemi bën gjatë muajit të verës, gjatë sezonës, kemi hedhur ndoshta letra, kemi hedhur ndoshta diçka të panevojshme, është mirë që shfrytëzohet, që të mbledhet të bëjë një farë pastërtie, të sigurohet domethënë edhe stabiliteti i kosherave nga errët e forta. Këto janë në përgjithësi për muajin nëntor, besoj se nuk kemi diçka më konkrete, nëse keni diçka ju për të na pyetur, lirisht pyetna ose sugjerona për ndonjë çështje që ne nuk e kemi prekur në këtë epizod. Këto janë, në përgjithësi, është e relaksuar, është kënaqësi dilni te kopshti vetëm ti vreni bletat. Kjo, është tek ato që dishon, ke një dishim të madh, varësisht për çfarë ju, mundeni vetëm ta ngreni kapakun. Më thonë ose tavanin, si i thoni? Po. Largoni koment të shihni si gjendja në mbi korniza të bletëve. Po. Kjo është në përgjithësi. Me kaq ne ju përshëndesim, nëse ju ka pëlqyer video, e dini, nuk kushton asgjë për juve nëse na shtypni butonin like. Ne vazhdojmë në muajin e dhjetor, ku në muajin dhjetor kemi një trajtim të rëndësishëm. Trajtimi kundër varroas me acid oksalik. E që është trajtimi i fundit për këtë vit. Ashtu. Domethënë, është trajtimi i fundit, po atë do ta shpjegojmë më në detaje në muajin dhjetor. Ngelën e të përshëndetur dhe me kaq ne përfundojmë. Ju duam me zemër. Ndjekna një subscribe dhe jepni komente, like, sugjerime, vrejtje, kritika, çfarë do që keni. Me kaq ju përshëndesim, duke i ndjek disa sekuenca të një koshere, të shohim bletës janë nga lart kornizave. Nga sipër. Çdo të mirë. Ditën e mirë.